Federata e futbollit organizoi në ambientet e shtëpisë së futbollit hedhjen e shortit të kampionatit të kategorisë së 3 që do të nisë me 18 tetor. Të gjitha skuadrat pjesëmarrëse të ndaren në grupin A dhe grupin B u njohen me kalendarin e sezonit 2025-2026. Në grupin A spikat pjesëmarrja për herë të parë në këtë kategori e ekipit të vllaznisë B, ekipi i cili drejtohet nga trajneri Briken Obizi, në të cilin bëjnë pjesë futbollistë të ri të dalë nga Akademia e Futbollit Vllaznia, por edhe një pjesë atyre futbollistëve që kanë minutazh të pakët nga skuadra e parë. Ndërkohë, konkurrues në këtë kategori është edhe klubi i futbollit Shkodra, me drejtues Taib dhe Rudi Piraniqin, të cilët në fakt rikthehen në këtë kategori pas një pauze disa vjeçare, me synimin për t'u ngjitur më lart. Krahas Vllaznisë B dhe Klub Futboll Shkodra, në grupin A të kategorisë së tretë konkurrojnë edhe skuadrat e Bulqizës, Young Boys Tirana, Klosi, Tirana B, Dinamo City B, Rinia, Kamza Sport, Shënkolli dhe Kamza. Ndërkohë, në grupin B do të konkurrojnë ekipet si Gramozi, Alpetrol, Skapari, Tepelena, Osumi, Memaliaj, Përmeti, Turbina, Teuta B dhe Apollonia B. Në fund të kampionatit, fituesi i grupit A dhe fituesi i grupit B do të ngjiten automatikisht në kategorinë e dytë. Referuar shortit të hedhur, java parë ka rezervuar këto përballje. Për grupin A, KF Shkodra, Kamza, Kamza Sport Dinamo City B, Rinia, Elbasani Shënkoll, Bulqiza, Young Boys Tirana dhe Klosi Vllaznia B. Ndërsa për grupin B, kalendari është ky: Alpetrol Skrapari, Osumi Memaliaj, Tepelena Turbina, Teuta B Gramozi, Përmeti Apollonia B.